Mirëmbrëma të nderuar shikues, takohemi me të pashoqe dhe për këtë të martë, sikurse ju njoftuam, kemi nisur me xhirime shtesë për shkak të analizës së nevojshme që i duhet bërë aktualisht procesit numërimit të votave. Sigurisht që edhe sot do të mbetemi tek analiza, do mundohemi ta shterojmë të gjithë situatën e orëve të fundit, sikurse bëm edhe një ditë më parë. Kujtoj që edhe nesër do të jemi së bashku, sërish me aktualitetin e procesit zgjedhor. Por mbetemi sot, kemi një konfigurim gati të pandryshuar nga dita e djeshme. Partia Socialiste vijon të ruajë 82 mandate. Partia Demokratike dhe koalicioni i saj Aleanca për Shqipërinë Madhështore po ashtu vijon të ruajë 52 mandate. Kemi një situatë trishtuese, do thoja unë, nga krahu i partive të reja. Sado numër votash që kanë marrë përkthehen në shumë pak mandate. Nga një mandat thuajse për secilën me përjashtim të PSD-s së Tom Doshit që ruan për momentin 3 mandate. Procesi i numërimit të votave për subjektet politike thuajse është drejt fundit të tij, ndërsa në orët e pasdites së sotme ka nisur me ritme të mira edhe procesi i numërimit për kandidatët, pra preferencialet ndërkohë. Mirë, nisim pa humbur kohë mbi këtë panoram aktuale. Kam kënaqësinë të kem sonte të ftuar në studio editorin e pamfletit, zotin Gjergj Zefi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Unë bëra një rezume në fakt, situata mbetet e njëjtë, nuk ka ndryshime. Megjithatë, dua ta nis me pyetjen e parë, siç bëra njëjtë edhe dje në fakt, është e pashmangshme. Fitoi po pse dhe si fitoi kaq shumë Partia Socialiste pas 12 vitesh në pushtet? Po që do fitonte dije, që do fitonte, pasi të gjitha gjërat po shkonin drejt asaj gjëje. Ajo çka më bën përshtypje është edhe fakti që tani dalin në pa problemet e fushatës më përpara. Në rikoh që aty ishin dhe mund t'i nxirrnin këto probleme. Këto probleme ishin imediate, ishin të prekshme, edhe përpara se sa. I referohesh krimeve zgjedhore? Jo, i referohem jo vetëm ligjit, i referohem kodeve, i referohem të gjitha gjërave që sot po i nxjerrin si probleme. Siç thatë më përpara, partitë e vogla kanë të njëjtën numër. Mirë, po kur e provon kurriz, po. Del pastaj. Ky është problemi i politikës shqiptare, që vetëm të gjithë mendojnë se do fitojnë, pastaj kur humbin nuk pranojnë, i rikthehen probleme. Pse me këtë rezultat fitoi Partia Socialiste? Po, me të thonë të drejtën, edhe unë u shokova në fillim, nuk e mendoja kaq të thellë rezultatin. Sa e kishe menduar për shembull? Po mendoja që do ruante numrat që ka tani. Do ruante zgjedhjet e 2021-shit. Por tani e kuptoj dhe mendoj që është e shpjegueshme që këto zgjedhje më shumë se i fitoi Rama, i humbi Berisha. Dhe Berisha është një njeri që është refuzuar me votë jashtëzakonisht rënd disa herë në vend. Ashtu siç edhe ka ardhur natyrisht, por në momentin kur ti rikthehesh gjërave të vjetra, duhet të rikthehesh me një stil të ri dhe jo të flasim për gjëra të vjetra me të njëjtën natyrë, me të njëjtën perceptim, me të njëjtën qasje politike. Ajo çka dua të them është se kam arritur në një konkluzion këto ditë që Berisha vetë nuk e ka dash fitore. Berisha ka dashur të ruajë atë çiflikun e tij, që një farmase ja kishte marrë para Arsi. Dhe nëse e pat, ndryshe nga herët e tjera kur Berisha ishte shumë i zjarrt edhe i ashpër, ishte më i qetë këtë herë, thoni. Këtë radhë ishte më i qetë, pavarësisht se sot ndryshoi pak stil, se kishte rënë sy. Dhe tha që do bëjmë protesta atje, por që nuk mendoj se ka ndonjë vlerë tani më kjo. Jo, as arsye nuk ka më tani. Se ti aty ishe, ti i dije këto probleme, i dije këto shqetësime. Pastaj lista që i ofroi demokratëve ishte skandaloze, e tmerrshme.
dhe të mendosh domethënë që Më thonë Zahiri Gjunaqo me primaret, po. të njëjtat fytyra 30 vjet. Domethënë unë maj mend Flamur Nokën ka një 20 sa vite që e maj mend, domethënë. Prap Flamur Nokë, prap Vokshi, prap Edi Paloka, prap të njëjtat nuk ndryshoi asgjë. Dhe u duk sikur gjithë lojën po e bënte të gjente një vend pune këtyre njerëzve vetë që e kishin majtur besnikërisht, e kishin majtur me thonjë këto kohë në cilët kishte të vështira për të, po. Të vështira. Unë nuk mendoj se kanë qenë të vështira nëse do arsyetosh si njeri, po në momentin kur arsyeton si kafshë politike, atëherë situata ndryshon. Partia Demokratike duhet i kishte ndruar 3 liderë deri tani. Pasi i humbi zgjedhjet Lulbasha në vitin 2017, duhet kishte ikur, të kishte ardhur një emër i ri. Dhe këto prurje të reja, këto elita të reja që do të qarkullonin, patjetër do ta sillen pushtet. Nuk ka asnjë shans që ngatet e 30 viteve më parë ti majnë demokratët e ri sot. Domethënë përgjegjësia, të cilët në kohën kur u bën ato krime, në kohën kur u bën ato shkelje, skandale, financiare etj, ndofta edhe nuk ishin disa prej tyre, ndofta edhe nuk ishin lindur. Pasi kemi parë tani që kishte kandidat, jo në listën e sigurt natyrisht, po kishte kandidat që ishin shumë të ri. Në këtë lidhje them që Partia Demokratike nuk është më parti demokratike. Nuk është më një parti e gjithë popullit. Është një parti e një kaste, një grupi njerëzish që as nuk ka shanse që të hapin rrugë. Ndaj dhe vetmja rrugë është që ndryshimi i vendit i vjen nga Partia Demokratike. Po ndryshoj Partia Demokratike, nuk ndryshon vendi. Përgjegjësia e kësaj situate është 100% mbi Sali Berishën individualisht apo ka edhe elemente të tjerë për t'u analizuar? Është një qasje në politike, jo thjesht mbi Sali Berishën. Sali Berisha është një person, një element. Po ata vetë nuk do ta kishin pranuar për shembull. Po mirë, gjithë qasjen ai e dikton, se ai është. E dikton, po e dikton duke ja mbështetur të tjerët. Siç po e dikton Edi Rama duke ja mbështetur gjithë tjerët. Se Edi Rama nuk është se rri aty se po e kundërshton njëri. Domthonë kanë përgjegjësi dhe këta që e mbështesin thua, ai shkojnë pas. Kanë përgjegjësi, se kjo është në fundit politika, nuk është një ndërmarrje private që ti e bën edhe e bën si duash vetë. Po në momentin kur në Shqipëri nuk ekziston një zonë ndryshe nga kryetari, çfarë mund të flasim? Tani ky rezultat është bio në thonjza, vjen organik apo ka vend për të besuar pretendimet, denoncimet dhe akuzat e opozitës për deformim të procesit me një forma manipulimi, ndërhyrje, duke vënë funksion gjithë hallkat, mekanizmat e shtetit etj etj. Pasi vetë ndyshim që i ka përdorur të gjitha hallkat, të gjitha format, të gjitha mënyrat për të fituar zgjedhjen. Por problemi nuk qëndron këtu. Gjithmonë janë përdorur hallkat, format, mënyrat, pse në 2013 nuk u përdorën. U përdorën të gjitha. U morën me zorë mësuesit për me dalë në takime, mitingje etj, siç ndodhi edhe tani. Që mësuesit e shkollave të 8 vjeçare apo edhe shkollave të mesme i kanë marrë me zorë në mitingjet e Ramës. Po nuk është tu problemi. Në Shqipëri ndryshimet politike vijnë nga fryma. Dhe këtu nuk ndryshoi se nuk ishte frymë ndryshimi. Asnjë nuk besonte që do heqim Ramën, do vi Berisha. I kthehesh gjërave të vjetra, është njësoj si në kohën e Enver Hoxhës që ju ktheshin sa herë që kishte probleme partia, i kthehej tendes Shqipit. Domethënë, kemi 35 vite dhe mos harro, 30% e elektoratit që ka votuar, mos nofta edhe më tepër, nuk kanë lindur kur këto merreshin me politikë. Po, e vërtet. Dhe në të dy krahët, flas leadershipi se pjesa tjetër pastaj. Tani, se tre precedentët, për shembull Shkodra, Lezhë, Kuksi, që janë fituar në mazhorancë nga Partia Demokratike dhe koalicioni i saj, në fakt rrëzojnë edhe këtë alibin e Berishës që Rama i ka vjedhur. Pra, nëse ka frym, edhe mund të marrësh vota. E dëshmojnë këtë tre qarqet që unë përmenda? Që ka dominuar e djatha, apo jo domosdoshmërisht? Jo, nuk mendoj. Kanë humbur, PD-ja ka humbur në të tre qarqet. Në Shkodër ka humbur një deputet.
Domethënë, nëse mund ta konsiderosh bilan, po ti hush analizës ashtu po. Dhe Partia Socialiste madje ka një rezultat pozitiv krahasuar me 2021 në Shkodër. Po e mora në total. Po Partia Demokratike e 2021-shit ka qenë që nga 2013 ka qenë në rast në zenit, ka qenë në kulmin e vet. Lurbasha që thonë to Luli. Luli ishte në krye të partisë. Dhe nëse do ta linin Lulin edhe këtë rrallë, besoj që situata do kishte ndryshuar. Për më mirë? Po. Do kishte fituar se gjërat shkojnë në ngjitje. Nëse ti rikthehesh edhe një herë Sali Berishës, karakatinë politike, gjithkush më ka ish dorë nga ai. Po flas je larg militantizma. Po tash ti me militant nuk fitohet pushteti. Po nuk arritet të marrësh vota nga kundërshtarët, po nuk arritet të marrësh votat e elektoratit gri, si do e fitosh? Se fiton kërkush. Po, ato e bëjnë diferencën. Do doja të ndaleshim pak më shumë tek Shkodra, se është diskutuar shumë gjatë këtyre orëve. Kush ka humbur dhe kush ka fituar realisht? Për te rezultatit në shifra në pamje të parë. Ka humbur Partia Demokratike, mendoj unë. Është rezultati më i keq i Partisë Demokratike që nga themelimi i saj në Shkodër. Po, dhe ka një arsye. Dhe ka një arsye. Arsyeja është lista. Arsyeja është që në Partinë Demokratike u rikthyen ata të cilët Shkodra i refuzoi. Mos harroni që në Tiranë është Josefina Topalli, që krijoi një parti dhe që mori vetëm 1000 vota në gjithë qarkun. Tani ti e rikthen pa ndonjë kontribut politik gjatë kësaj kohe dhe e fut në listën e hapur. Dhe leja është listës së hapur Ilira Ali Mehmetin apo Tabaku. Domethënë kjo është skandaloze, po ti mos mendo që demokratët e çarqeve tjera nuk e kuptojnë këtë gjë. Tani kjo vlen për të analizuar ky importim i emrave nga qarku në qark, nisur dhe nga fakti që gjatë fushatës elektorale kryeministri Rama e ka bërë edhe meme, në fakt, është tallur me të. I referohem këtu Luciano Boçit që ikën nga Elbasani dhe dërgohet në Shkodër si drejtues. Në sensin politik nuk ka një gjë të keqe. Pasi një nën kryetar partie mund të shkojë dhe të kandidojë në cilin do qark të Shqipërisë. Dhe Luciano është nga ato njerëz të cilët kanë kontribute të jashtëzakonshme edhe kanë vlera në politikë. Por problemi qëndron se po të më kishin pyetur mua nuk do kisha mbështetur Luciano në Shkodër. Kjo për një arsye, se në politikë duhet jesh edhe përfaqësues. Enver Hoxha që kishte hequr fet, kishte rretoshuar të gjitha dogmat, sipas tij, kujdesej që kuadrot ishin përfaqësues. Tani nuk mund të qosh një ortodoks në Shkodër, ku atje shumica është muslimane dhe katolike. Dhe domethënë këto gjëra ndofta në sensin intelektual, politik, nuk duken probleme, por në popull atje, në terren, ndikon. Në këtë sens besoj edhe për Fierin. Çfarë mund? Dua edhe një pyetje të shkurtër këtu tek Shkodra. Lufta e madhe që bëhet gjithmonë ku në mes të dy forcave të mëdha hyn PSD-ja. Dhe rezultati i konsiderueshëm që merr aty. Po mirë, e kemi analizuar vazhdimisht PSD-n, pasi PSD-ja është një forcë politike përgjithsisht lokale, pavarësisht përpjekjeve të mëdha që bën tani për të marrë vota edhe në qarqe të ndryshme të vendit, e cila është formzuar mbi klientelizmin dhe mbi dogma të kohëve të vjetra, jo bajraktarizmi etj. Përgjithsisht është një parti që është zhvilluar dhe është rritur mbi bazën e financave.
Ka një kryetar partie problematik, tashmë di gjithë që është kontingjenti i non gratave në disa shtete të botës. Nuk mendoj që është një arsye për të marrë në konsiderat. Ajo sot është, nesër nuk është. Okej. Por që vlen për të diskutuar, votat që merr Partia Socialdemokrate janë votat majta. Dhe nëse bëjmë këtë analizë, Shkodrën e ka fituar majta sërish. Po, nëse ndjekim të po, e vërtet. Shkojmë tek Fieri, një rezultat në kufitet pa besueshme se edhe për vetë socialistët në fakt. Objektivi i tyre ishte mandati 10 dhe marrin të 12-in. Jo se Fieri përbën ndonjë surprizë në këtë drejtim sepse njihet që në mazhorancë janë votues majtas. Po Fieri ka pas disa elemente që kanë çuar në këtë rezultat. Së pari një herë është përzgjedhja e kandidatëve, që në Fier është skandaloze. Nuk e di a ka në Firak aty kandidat për deputet, apo dy. Po ka, duhet të ketë. Kush është? Po për shembull, në mos gaboj Cenoklosi? Firak është. Them nga PD-ja. Mendova Partia Demokratike, se ne po diskutojmë tani humbjen e Partisë Demokratike, jo fitoren e PS-së. Mendova se po analizonim fitoren është e logjikshme. Për te pritshmërive të PS-së. Po për te pritshmërive 2 deputet janë. Apo jo, 2 deputet për te pritshmërive. Shumë janë. Se po s'ka ndodhur ndonjëherë. 10 ka marrë Gramozruçi në rastin më të mirë. Po pra, dhe ato nga që morën herën e kaluar 9, prisnin të rikuperonin të 10-in, morën 12. Po mos harro që Belinda është shumë e zonja në makineri elektorale. Patjetër, e ka dhënë këtë rezultat në gjitha çarqet. Pastaj ka edhe gjëra të tjera të cilët janë të lidhura me interesa financiare, pasi shumica e kandidatëve aty kanë qenë njerëz të fuqishëm me tjerë që kanë. Është qarku i dytë më i madh në vend. Patjetër. Etj. Po Partia Demokratike shumë Atë po diskutoja. Partia Demokratike shumë poshtë. Rrezikon listën e mbyllur. Po patjetër. Me sa di unë është afër. Deri tani është afër ai i Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet. Po, ka dalë forcë 3 në Fier. Kështu që dhe fakti që Shqipëria bëhet del forcë 3 në Fier tregon që niveli i Partisë Demokratike është mizerabël. Pastaj Zëgjineja e mundi Gazbardhin. Patjetër që e mundi se këto e kanë mund Gazbardhin me kohë. Gazbardhin e ka mund Flamunoka me ka 2 vite, sa bu. Se po politika në vetvete është konsekuencë. Po, jo, pëse në fillim pati kritika të tipit shikoni me çfarë po përfaqësohet Partia Socialiste, nga që u bë shumë e komentuar kjo pjesa e videove të kandidates Zëqineja e famshme me Gazbardhin, edhe u mor si një lloj përfaqësimi. Ato e kthyen në komedi. Dhe mënyra më e mirë për ta mundur Gazbardhin, që është në fakt vlera më e madhe tek Partia Demokratike, flas si i ri, si intelektual, si njëri që mund, pavarësisht konsekuencave që i ka ndryshuar. Dhe këto janë ndryshuar si rezultat i imponimit të Sali Berishës dhe të shpurës së tij. Pasi ata ose duhet dilnin nga politika, ose duhet të rrinin aty për të vazhduar karrierën e vet. Që dilin nga politika i bihet që të shkonte te Lulbasha, ju e shihni në çfarë niveli është partia e Lulbashës. Kështu që ata zgjodhen të nënshtrohen. A kanë bërë mirë, a kanë bërë keq, kjo është çështje që i përket ardhmes. Por që ata Ali Mehmeti do të vim më vonë tek Ali Mehmeti. Tabaku, Gazbardhi, janë një breziri që nëse këto do kishin drejtuar Partinë Demokratike sot, do të përfshillen në tjetër. Gjëra do ishin ndryshe. Qëndrojmë pak tek Elbasani. Një rezultat optimal Partia Socialiste, Mazniku ishte drejtues aty.
Si e... Dëgjoj, Se për Elbasani ka edhe shumë denoncime nga opozita faktikisht që Elbasani ka qenë ndikuar vota. Elbasani ka vite që fiton në mënyrë të bindshme dhe ka vite që është akuzuar për ndikim të bandave kriminale etj. Si Elbasani, Durrësi, edhe në Tirana, po Durrësi, Elbasani janë. Pra, nuk është vendi thua që të bësh një analizë pastër politike sepse është votë ndikuar? Nuk e besoj që është vend, nuk vlen. Nuk vlen në Elbasan. S'është qasje organike e elektoratit, okay. Më mirë mund të vlente kur qarkun e drejtonte Tauland Balla, që ishte njëri nga Elbasani dhe ishte një fuqi politike e madhe. Është kandidati më i votuar. Më i votuar në rang vendi. Po. Vim tek Tirana, kryeqyteti, qarku më i madh, 19 mandate Partia Socialiste. Poruan me shumë vështirësi edhe pse ja ka hedhur, themon, Partia Demokratike, e ka kapur të 14 në luftë madhe me mundësinë e Gronsheajt. Nga një mandat Partitë e reja nuk ka ndonjë surprizë, po themi. Mbetet i njëjti rezultat. Po Partitë e reja nuk kanë surprizë që në momentin kur prevaloi arroganca edhe protagonizmi. Nëse Partitë e reja do bëshin bashk dhe do krijonin një front anti-Rama dhe anti-Berisha, situata në Shqipëri do ishte zgjidhur. Por Partitë e reja të nisur nga munges aftësie dhe munges profesionalizmin politik, asnjëri për tyre nuk është profesionist, janë të rishta, s'kanë hyrë në këtë lojë dhe nuk u gjet gjua e përbashkët që dilnin bashkë si blok dhe që ta hillnin. Por te numrimi i votave për të mandateve në Tiranë janë interesante disa emra. Për shembull, mbetet pa ndryshuar trendi dhe tashmë duket se kanë siguruar vendin e tyre në parlament për deputet, Jorida Tabaku, Ilir Ali Mehmeti, dy më të preferuarit, më të votuarit tek kryeqytetit në radhët e Partisë Demokratike tek lista e hapur. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që Sali Berisha është refuzuar në mënyrë më të hapur, mundshme. Dhe ja u votua njerëzit që Saliu nuk i donte. Tabaku fitoi e para e dyta në primare dhe mbeti jashtë listës së mbyllur. Dhe një kohë tani, po të shohësh listën e mbyllur, ke të njëjtët njerëz që ne kemi 30 vite që i njohim dhe që Kemi nga radhët e Partisë Socialiste shumë emra që mbeten jashtë parlamentit. Pandeli Majko, Mimi Kodheli, Olta Xhaçka, Ermonela Felaj, Blerina Gjulameti, etj. Kemi më të votuarit Fatmir Xhafaj, kemi Erion Braçën. Pandeliu ka metode herë tjera. Pandeliu dhe këtë rallë që është në parlament është si rezultati i manovrave që bëri kryetari për t'ia hapur vendin. Kurse fakti që në listën e mbyllur futën njerëz pa asnjë lloj kontributi, dije që gjërat do shkonin këtu. Të kishte më shumë konkurrent jashtë listës se sa brenda. Domethënë në këtë sens i bie që lufta do ishte ashpër të e madhe. Dhe edhe kjo luftë ose edhe kjo konkurrencë, ky konkurrim u ndikua nga kryetari. Si u ndikua? U ndikua, Blendi Gonxhe për shembull dihen lufta që u bë për Blendi Gonxhen që të shumë vota mori realisht. Po mori nuk se mori Blendi, mori strukturat që i shërbyen thonë. I shërbyen me urdhrin e Ramës. Këto kontingjentet e krimit, Partisë Socialiste që gjithmonë janë përmendur. Po pse i duhej kjo performancë kaq maksimale? E ka projektuar për kryebashkiakun e ardhshëm të Tiranës? Patjetër. Po luan për kryebashkiak.
Po e luan për kryebashkiak dhe i duhen vota. I duhen vota për ta treguar për si njëri që ka mbështetje etj. Por me politik nuk funksionon dot me duke e ka përvesh i tjetër duke e sjellë në rritje artificiale. Kjo është rritje artificiale siç bëri Saliu me Lulin etj. Për shembull, Ilir Meta nga Partia e Lirisë mbetet jashtë parlamentit. Logjikshme. Shkrejtë logjikshme. Domethënë një kryetar partie që s'ka lënë gjë pa bën këtë vend, kryeministër, president, kryetar kuvendi, çfarë s'ka qenë në këtë vend edhe merr 300 vota. Dihet se ku e kanë çu vendin to. Mbeten pra arsyeja pse humbi opozita janë kryesisht Ilir Meta dhe Sali Berisha. Dy kryetar. Kemi emra të tjerë që mbeten jashtë, për shembull nga PD-ju Shpëtimi Drizi. Edhe unë u çudita se kjo i bie pastaj që komuniteti Çam nuk e ka votuar. Dhe unë u çudita me këtë. Megjithatë, gjesti i Drizit ishte interesant se ai doli vetë në listën e hapur. Ai mund të ishte në listën e mbyllur. Po doli vetë në listën e hapur dhe i kërkoi votën komunitetit. Për cilën ai ka hyrë në politikë. Pavarësisht se ndërkohë, një emër tjetër për shembull nga Partia Demokratike që mori goxha vota, por që thuajse nuk futet në parlament, Mysli Murizi. Po Myslimi është si veçantë, Myslimi do fitonte më shumë vota po të ishte qenë vetëm. I pavarur. I pavarur. Myslimi është nga njerëzit më të veçantë politikë shqiptare. Dhe një protagonizëm të jashtëzakonshëm, një njeri që i thot gjëra drejt për drejt në këtë vend. Dhe ky vend ka nevojë për njerëz që i thonë gjëra drejt për drejt. Natyrisht nuk e ka atë elegancën politike, por nuk duhet të harrojmë një gjë që politika nuk është elegancë. Eleganca i lehet rrobaqepsit dhe diplomatit, po jo politikanit. Politikani është ai që flet drejt për drejt me elektoratin e vet. E vetmja gjë që më çuditi tek Murizi është se ai u largua nga zona e vet. Po. Dhe me sa di unë është larguar si rezultat i mosmarrëveshjeve me Gazbardin, pasi ai ka qenë shumë i drejt për drejt ndaj tij. Dhe kjo bëri edhe atë që ndofta po të ishte në zonën e tij, patjetër do ishte deputet. Ndërkohë, kemi nga radhët e partive të reja, kemi deputet në parlament të sigurtshëm, Agron Shehaj, Adriatik Lapaj, Redi Muçi. Pret një zëvendësim në thënjzat e opozitës nga këta tre personazhe dhe pse Agron Shehaj ka qenë dhe më herët. Apo me tre numrat shumë pak thuaj. Bëjmë dot opozitë. Jo, kam në sensin e përfaqësimit të një zëri të paktën. Me thënë të drejtën, pavarësisht se në një nonsens doktrinar, ky i Partisë Mundësia, Shehaj, ka qenë njeriu që ka qenë opozitar i rëndësishëm në parlament. Por mendoj që do ishte më mirë që ta zhvillonte opozitarizmin e tij brenda partisë, pasi do vi dita patjetër që ajo parti do reformohet, patjetër, po. Sesa të krijonte tani një parti tjetër e cila do shumë punë dhe do dhe përveç se do punë, do edhe kontent, do njerëz që të punojnë se dhe pritshmëritë kishin të larta ata në fakt. Po. Tani ti jesh industrialist ose biznesmen dhe ta mbështetësh gjithë politikën tënde te lufta që i bën biznesmenëve të tjerë, më duket pak nonsens. Pavarësisht se ka të drejtë. Po kaq. Partitë, politikat janë doktrina, para se të jenë populizma. Kuptoj. Ndërkohë, do të kemi një parlament të ri ku opozita
mendoj unë në një situatë shumë të demoralizuar. Çfarë duhet bëj tani Partia Demokratike, përveç atyre që ti quan besnik të Berishës, që nuk bëjnë asnjë lloj kompromisi përtej kësaj, pjesa tjetër që ndoshta do të marrin një vendim këto ditë, do të distancohen nga Berisha pas kësaj katastrofe elektorale. Çfarë do i sugjeroje ti për shembull të bëni në këtë moment për të shpëtuar Partinë Demokratike? Kemi kohë që ja kemi propozuar rithemelimi. Po jo rithemelimi siç me të njëjtat ftyra. Jo me të njëjtat ftyra, po tani ka ardhur koha që siç kanë thonë dikur proletar gjitha vendeve shpërndahuni edhe bën krijoni një kushtet kur Berisha nuk ikën, krijoni një parti tjetër politike e cila do jetë forcë reale, jo kështu. Një tjetër parti thua? Po duhet një parti. Duhet një parti, duhet njerëz të ri, duhen nuk mund të vish tani të bësh. Mos haro, jemi në 2025, ai vjen me Tritan Shehun prapë në Gjirokastër, është merr. Si mund mendosh se do fitosh me Tritan Shehun në Gjirokastër? Është absurde. Po ti beson se do ta hedhin këtë hap një pjesë e demokratëve aty, apo askush nuk do të dalë nga rreshti i Berishës, pavarësisht se ky fundit nuk ikën? Unë besoj që gjërat do të ndryshojnë në Shqipëri. Dhe unë e kam hedhur me kohë idenë edhe tek pamfleti, idenë e një politike transversale, ku gjithë elementet, se ka element pozitiv në gjitha partitë politike, të bën bashkë dhe të hedhin mbrapa krave të kaluara, të vjetra. Nuk mund të ne i kemi skeletën në dollap. Domethënë, unë e konsideroj veten i vjetër pasi e njoh politikën që në vitin 1991. Tani ato njerëz 30% e tham elektoratit që votojnë sot nuk ishin lindur. S'kishin lindur. Si mund të vazhdojmë ne me të njëjtat? Po mirë, ka ardhur ky moment sepse praktikisht duket se jo, Berisha ka paralajmëruar një stim protestash, nuk njeh zgjedhjet, nuk e lëshon leadershipin e Partisë Demokratike, nga ana tjetër një qeveri që merr mandatin e 4 në një formë gati monarkike. Pra është situata që prodhohet kjo që ti po thua? Po është situata, mos harro se Shqipëria ka miq. Unë nuk mendoj që miq do ta lënë në balë Shqipërinë. Mendoj që gjërat do ndryshojnë avash avash. Natyrisht as kërkush nuk kishte pritshmëri tjetër përveç se ti merrte edhe këto zgjedhje të Tiranës. Por ama zullumi po trashet për ditë. Ta miq nuk ka reaguar asnjëri deri tani. Po faktikisht që s'ka reaguar, çfarë do të thotë kjo? Argument për mua. Apo presin zyrtarizimin e procesit? Po presin zyrtarizimin, po edhe që s'kan reaguar nuk mund të themi se para raporti ishte skandaloz. A mirë, raporti tjetër. Po, i miqve është ai. Mirë, i miqve është ai, pa ai aty ka qenë, ai gjithmonë i miqve. Jo kështu, s'ka qenë gjithmonë kështu. Po farsoj me goxha problematika që nuk është më problematik se në 2021. Do të ketë ndonjë. Dhe mos harroni që në politikën në total, në politikën e votës po evidentohen figura autoritariste. Dhe ky është një rrezik për gjithë, nuk është vetëm për Shqipërinë. Vetëm sot Meloni po kërkon një lexova editorialin tënd që bëje paralele, po. Një super kryeministre. Po. Por që gjykata kushtetuese këtu ka përfunduar, këtu i ka marrë gjithaj, s'ka nevojë, po. Gjykata kushtetuese e ka kundërshtuar, nuk mundet që në Italia është vendi që ka një nga vendet themeluese të Evropës. Nuk mund të përfundoj kështu. Jo, s'ka. Ndërkohë, me qenë se jemi tek miqt të raporti ose BE-Odirit për shembull, pret që të prodhoj diçka apo do të kaloj si gjithmonë? Fakti që është më nëse se parapraku ishte ky. Po, fakti që është më godit si nga të gjithë paraprakët e tjerë. Paktën 8 vjet tek.
tregon që gjërat do jenë në tavolinë. Besoj e ke ndjekur reagimin e parë dhe të vetëm deri më tani të ashtu quajturit strategu i fushatës së Donald Trumpit i kontraktuar nga Partia Demokratike dhe Sali Berisha për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Edi Rama i voti zgjedhjet, tha ai, edhe u kry kjo punë. Po më duken folklorizma tani të marrësh një sa do i Zotit që është ai është në Amerikë është realitet tjetër. Ata e mori vetëm për emër, për me kriju idenë që unë jam. S'kishte ç'bënte i shkreti thua. Po s'kishte. Jo, nuk ka humbë vetëm, ka humbë dhe një shtet tjetër ai para ata. Po, humbi në. Është se ata pavarësisht se janë shumë të zot në PR dhe në marketing, po humbi ai dhe në Australi, po. Nuk mund të fitosh me krunde, themin. Okej. Tani çfarë pret Berisha se ka bërë një kontratë lobimi 2 vjeçare. $6 milion e famshëm. Pra, ai nuk largohet për këto 2 vite, sepse ka bërë këtë kontratën dhe ndoshta pret ndonjë support minimalist që të shtyj kohën, të përfitoj. Berisha. Apo çfarë do shtyj kohën Berisha 80 vjeç. Ose nga që është ai lobimi 2 vjeçar them, ka ndonjë ka humbë 20 palë zgjedhje deri tani, është refuzuar me votë në mënyrë më skandaloze. Çfarë do fitoj Berisha? Ajo ishte vetëm përpjekja e fundit që ta rimerte edhe një herë kreun e Partisë Demokratike. Dhe atij duhet ky kreu i partisë që të rri aty, të bëjnë ai biznes, bëjnë ai kështu, bëj sigur bën protesta. To kanë fituar para duke qenë opozit. To fitojnë duke humbur, mos u çudit fare. Po pse si fitohet duke humbur? Po fitojnë. Pa ka fituar Partia Demokratike. Po të shohësh të gjithë elementet e tenderave në të njëjtët dur shkojnë. Aty ku tek i njëjti burim. Ato që humbim jemi unë e ti, të tjerët fitojnë edhe duke humbur. Protest në ditën e samitit Europës në Tiranë më 16 maj, tha Berisha sot. Ka ndodhur një herë më përpara. Ka ndodhur, po mendoj që mund të bëj asgjë me këtë protest. Aq më tepër në ditën me sa më unë atëherë kur ndodhi pat edhe një incident, domethënë. Po me Berishën, po. Nuk mendoj që janë këto rrugët. Ai vetë tha deri para një muaji që ne nuk jemi të dhunës, ne vim me votë, këto kanë ardhur me kështu, tani don prap. Jo, protestën që ka paralajmëruar ai po. A do ta ndjekin thua këtë herë? Po kush ta njeh? Kush do ndjekin? Po 50 deputetët. Kam përshtypje që edhe ato që kanë dhënë votën tani nuk vinë mos e ton. Ja shikoje si e çove Partinë Demokratike. Po mirë, edhe nëse këto 52 deputetë ndjekin, përfshir do të thotë që situata nuk ndryshon. Në PD flas. Po dhe po ndryshoj ç'a problemi ka domethënë. Për qeverinë the. Jo, për qeverinë nuk ka problem. Problemi është tek njerëzit. Partia e dytë, partia opozitare. Po pra, partia e dytë, partia opozitare për që zgjen pushtet. Dhe ky ka 16 vjet, po bëhet 16 vjet kryeminist. Ka mos skandal. Dhe s'kalon gjë pa bën këtë vend. S'kalon pasuri pa e dhon njerëzve të vet. Pyeta dje këtu Ermal Hasimian dhe i thash, a ka ndonjë njeri, a ka ndonjë formë, a ka ndonjë mënyrë që rrëzohet mposhtet e Edi Rama në zgjedhje, dhe më tha jo. Ka që pamposhtur po deri tani ka treguar që Edi Rama? Jo se është i pamposhtur Edi Rama, ka treguar që s'ka patur, nuk ka qenë Davidi. Goliadhi aty është, po Davidi s'është. Kërkohet një individ i cili ta marrë përsipër këtë gjithë këtë mlef, këtë urrëtie. Unë nuk miqet nga mendja që Rama fitoi edhe nga urrëtia që kishin për Ramën. Si fitoi? Po fiton, se tha përveç se është paradoksale. Jo, nuk është fare paradoksale. Nuk do japim Berishës, ta japim ty që të thash qafën. Vërtet? Po patjetër. Zullumi duke u trash putet, nuk putet zullumi duke u holluar. Nizës mendoj se e kanë menduar kaq thellë, po. Ore nuk e kanë menduar, po një farë
një farë urrëtie për klikën e vjetër është kjo. Unë ose të pyes, a ka një emër që ka dalë në skenë tani më dhe që ti mund ta piketosh si liderin e ardhshëm të opozitës dhe që mund ta marrë këtë rol që ti i ngarkon deri diku? Dëgjoj, lideri i opozitës nuk duhet me qenë në përbindës i madh. Se ne jemi mësu tani që këto liderit e mdhej janë to përbindëshat, këto që nuk thejnë kemi ca kritere, për shembull të jetë pak karizmatik, se është një armë e mirë e liderit. Unë mendoj se më mirë se Berisha janë gjithë aty. Natyrisht përveç Tritan Sheut, po më mirë se Berisha janë të gjithë. Edhe përveç këtyre figurave butaforike pastaj që janë kthyer në meme gjithandej. Por pavarësisht mungesës eksperiencës të një kulture politike, Ilir Ali Mehmeti, Tabaku, këto janë figura që normalisht mund ta marrin përsipër ringritjen e një partie. Dhe kjo parti nuk mund të bëhet me mjedhin e vjetër. Kjo parti duhet hapet. Duhet hapet ndaj vlerave, duhet hapet ndaj inteligjencës, duhet hapet ndaj njerëzve të ditur, duhet hapet. Më thuaj njëri nga ata, cili nga ata merr vesh doktrinat politike nga ato që kishin listë mbytur. Tani, këto orë që pas marrjes vesh të fitores madhe të Edi Ramës, Partisë Socialiste, të gjithë kanë nisur të gjejnë, po themi fajtorët, më thonë za ndoshta. Dhe ka nga ata që ja vën fajin edhe popullit. Edhe pyeta dje këtu zotin Hasimja dhe më tha, është e vërtet, tha, sepse unë tha kam studiuar doktoraturën në Paris dhe psikologjia e votuesit shqiptar tha nuk më rezulton në asnjë literaturë klasike që unë kam kaluar në përduar siç funksionon në të gjithë botën. Psikologjia e votuesit. Pra jemi atipik. Qëndron kjo në një perceptim kështu? Unë nuk jam jo ti hym kaq thellë, po psikolog dhe s'kam studiuar për psikologji, por në politik, në momentin kur thua që faji është i popullit, hap rrugë. Populli s'ka kur faj dhe unë mendoj që populli voton gjithmonë mirë. Edhe tek ne ka votuar gjithmonë mirë. Por nuk do të harrojmë një gjë që ka pas raste që populli ta kallon votën totalisht. Edhe 1996 kështu ndodhi. Pavarësisht se akuzat e mëdha kishte për vjedhje votash e tjerë dihet, po i mori gjitha Berisha. Bile ka marrë më shumë se Rama tani. 6 deputet ka pas diçka 6-18 bashkë me ato forcat të tjera opozitare kishte. Vogla ishte. Vogla. Por masi viti ndolli ajo që ndolli. Kështu që e konsideroj këtë fitore si fitore të Piros. Do vi dita që është e afërt? Them se po. Pra ti thua ky mandat i katërt nuk shkon deri në fund po, siç edhe ky se ka marrë me shku deri në fund. Pse? Ky kërkon që bëhet president tani. Do iki ku të dua unë. Ky thot jo, do iki, po do shkoj president. Do ndryshoj kushtetutën, se për çaj i kërkon ky gjitho gjëra. Tha që ja ku i keni kryeministre, të keni femër etj. Pra domethënë ky në mendjen e vet është përgatitur që po nuk do ta përfundoj këtë mandat, apo ka objektivin për Europën? Jo, ka objektivin për presidentin, ai do presidenciale. Nuk do japi shqiptarëve një pasaportën e Europës që i ka premtuar në fushat? Po me vërtetë e ke ti, po ç'pun ka ky me pasaportën e Evropës? Pun ka ky. Me pasaportën e Evropës. Krye premtim për atë. E para një herë ne nuk e dim deri në 2029 do na do jetë Evropa jo. Ne flasim kështu. Jo mirë, ne e dim, po them që po ky këtë premtoj. Ky domethënë nuk përfundon mandati. E ka thënë disa herë që unë 2 vite do e ka thënë natyrisht
Në rrogës thua. Në Z. Po gjërat që thua në Z në Shqipëri funksionojnë mirë. Se nëse ta them unë në Z një gjë, ky di mirë gjërat. Edhe ky kështu në Z i ka thonë. Jo kryeministria ku çdo jetë një grua, madje janë projektuar edhe emra dhe gjëra. Domethënë do bëhet president brenda këtij mandati, edhe kryeministri dhe president. Idenë kështu e ka. Tash a do bëhet, as do bëhet, është çështje tjetër. Se ka disa se kush e pengon po pengon këtij rezultati. Po e pengon se në botë ka forca të konsiderueshme që po luftojnë kundër autoritarizmit. Edhe në Turqi njëjta gjë është. Edhe po është ngrit gjithë bota kundër Putinit. Më shngrit po. Ç'se po ndodh gjë faktikisht po. Nëse pa presim. Okej, domethënë ti nuk sheh një mandat normal. Po nuk mund të jetë normal mandati. Një shumicë e cilësuar asnjëherë nuk është normale. Tani do dhe 2 vota të marrin shumicën e cilësuar, ka nevojë për 2. Po, di ka. Merkeli që ishte në figurat më të njohura të politikës së Europës. Kohëve të vona, edhe asnjëherë nuk ka pas shumicë. Ka që bashkëqeverisur. Po mirë, se nuk e di, a ke vënë ti këtë orë që është konfirmuar në pushtet Rama kaq bindshëm? S'ka pasur ndonjë reagim. Pra, sikur s'ka bërë përshtypje, janë mësuar njerëzit, e kanë marrë të mirë qenë, e kanë pritur. S'ka ndonjë gjë që të paralajmëroj këto që ndoshta ti po thua. Po se nuk ishte një që ta merrte përsipër dhe ta organizonte gjithë këtë negativitet që ka Rama. Mos harro që njerëzit janë gjithë pa kënaqur. Po janë pa kënaqur edhe ata që kanë dhënë votën. Po se kjo është histori tjetër, se ai konfirmohet me shumicë të cilësuar në mandatin e 4 dhe ti thua që e kanë votuar të pa kënaqur, tani po bëhet shumë lëmsh kjo gjëja që bën logjik. Rama nuk e duan as partinë vetë, po ja kanë bojkotonin, mund t'ja japim votën të rinjve. Ore Berisha pra ishte Berisha. Po të mos ishte Berisha nuk do ishte ashtu. Po shikoja në 2021-shin që në fundit 2021 ishte pak më ndryshe. Mirë se ishin gjithë bashkuar. Si gjithkush. Në radhët e opozitës të unë? Jo, si ishin bashkuar. Po gjithë ishin bashkuar. Kohën kur ishte Lulzim Basha në humbjen e fundit, po në 2021-shin morën maksimumin e votave. Po bashkuar, aq sa ishin se po të bashkuar si ishin ata me këtë ligj ishin, me këtë kod. Jo, me këtë kod patjetër. Tani ishin bashkuar. Se kishin Ilir Metën brenda, kishte gjithë ti doje të shkoje në Elbasan dhe të fitonte Sali Berisha me Agjinaston. Po si mundet? Që është emblema e korrupsionit në Shqipëri. Si mundet? Pra, domethënë ne të heqim këtë, si e kishte ky djali që ishte i PS-s, heqim këtë korruptumin në kryetarin e bashkisë, edhe të vendosim Haxhinast, i rikthejmë Haxhinast. Maznikun thuat? Po pra. Se edhe ky ka elemente korrupsioni që janë përfolur etj. Po këtë do kthejmë? Haxhinast, tunelin. Po mirë, çfarë do të thotë pyetja e fundit është kjo? Çfarë do të thotë për Shqipërinë që Partia e Socialistëve, Edi Rama fitojnë mandatin e 4 me këtë rezultat? Për shqiptarët, për Shqipërinë, çfarë do të thotë kjo? Për Shqipërinë është demokratur. Rrezik i madh që të kthehemi në një sistem kuturu. Mungesë demokracie totale. Mungesë konkurrence, mungesë qarkullimi elitash dhe politikisht nuk ka më keq. Okej. Nga pikpamjet e tjera pastaj do t'i shohim gjërat. Turizmi a do rritet a do ulet e këto. Po turizmi duke u rritur ka ardhur. Pse do ulet tani që Dhe se pra, prandaj po them që nuk ka lidhje kjo, por gjithmonë domethënë edhe diktaturat kanë qenë të forta financiarisht. Hitleri ka ndërtu
E kur ato autostradat e Gjermanisë. Edhe ky mund thotë që kam kaq të ardhura, kam bë kaq, po që të vish dhe premtosh që në vitin 2030 do rris pensionet është merr. Tani më thash pyetja e fundit, po ka dhe një të fundit, sepse ne anashkaluam. Diaspora, vota e diasporës vazhdon të numërohet. Çfarë prisje, çfarë pe? Para njëherë diasporës asnjëri nga këto nuk është drejtuar në mënyrë sinqertë. Unë nuk shoh të kanë kandidat për deputet nga diaspora. Nëse Partia Demokratike do kishte pasur paktën 10 kandidat të mirë nga diaspora, dhe mos harroni që në diasporë jetojnë njerëz me vlera shumë të mëdha. Kishin përfaqësim thua. Po, të kishin një përfaqësim. Atëherë nuk do ishte situata kaq e mirë dhe kaq e trishtueshme në kampin opozitar. Se do kishe 10 persona që kanë kontakte jashtë që Po mirë, po këto parregullësitë që ndodhen me votën e diasporës, a e bëjnë pak të dyshim apo s'ka lidhje kjo? Kjo pastaj është çështje teknike që do ta shohin ata të cilët merren me këtë punë, siç është komisioni. Nëse KAS vendosi sot rrëzoj KQZ-n edhe do të numërohen votat e Greqisë, pavarësisht pretendimeve. Po, ajo Greqisë ishte në fakt një problem që nuk rrinte. Por pash që në Tiranë rezultati i votave diasporës ishte pothuajse i njëjtë me rezultatin e. Po, është në sinkron plot, s'ka njëjti trend, nuk ndryshon asgjë dhe kjo përbën pak kërcet pak gjëja këtu se këta kanë ikur supozohet nga këta që i qeverisin, kanë ikur jashtë vendit dhe tani i votojnë si. Po jo, se nga këto që qeverisin, ato kanë ikur, kanë vite që kanë ikur. Ka prej atyre për shembull që vinë dhe shohin to ndërtimet e mëdha dhe mendojnë që i kanë ndërtuar Rama, shohin aeroportin dhe mendojnë që i kanë ndërtuar Rama aeroportin. Ose vota pastaj të diktuara nga familjarët këtu që por edhe po ta shohësh Shqipëria zhvillohet se nuk rrin në vend edhe Duqe apo të ishte këtu kryeministër, ajo do zhvillohet si koha këtë evolucion natyrisht. Do me thonë s'ka ndryshim dhe realisht nuk ka ndryshim nga radhët e diasporës. Po, lajm është që forca e tretë për shembull është koalicioni Nisma Shqipëria bëhet nga diaspora. Po nëse mund të quhet lajm forca e tretë se ka marr 50.000 vota. 50.000 vota. Mirë, si numër forca e tretë, jo se ka marrë shumë vota, po pas PS-s dhe PD-s të mund. Mirë, unë mendoj se pak a shumë i tham gjitha, por sikurse ti paralajmërove në vazhdim do ketë ndoshta edhe më shumë për të thënë. Unë të falenderoj shumë që të kishe sot. Faleminderit shumë. Faleminderit të nderuar miq, pashoj do të rikthehet sërish nesër me të tjerë të ftuar.